Në pedonalen kryesore të Prishtinës, fare pranë Filharmonia e Kosovës, aty ku kanë prezencën kompanitë më të mëdha dhe prestigjioze që operojnë në Kosovë, Regina Construction hapi një zyrë të re shitjesh. Në një ambient komod dhe të arreduar me shije, klientëve dhe të gjithë të interesuarve apo kuriozve që synojnë të investojnë në prona në jug, u ofrohet informacion i detajuar dhe shërbimi i personalizuar. Por cila ishte arsyeja e hapjes së kësaj zyre? Ja çfarë deklaron presidenti i Regina Group, Vasil Bedinaj, për Blu Televizion. Në vitet e fundit ka qenë një interesim i jashtëzakonshëm i qytetarëve të Kosovës, të cilët janë bërë resident në Vlorë. Numri i tyre ka qenë goxha i lartë dhe për këtë arsye ne po zgjerohemi jo vetëm në Prishtinë, por kemi dhe zyriun në muajt e ardhshëm. Kjo për të ardhur pranë të gjithë atyre që mendojnë apo kanë dëshirë të blejnë shtëpinë e tyre të dytë në Vlorë, duke qenë se Vlora tashmë është një qytet vërtet turistik, po vinë jo vetëm bashkëqytetarët tanë të Kosovës, po edhe nga gjithë Europa që po blejnë. Dhe Regina Group, përveç se projekteve që ka aktualisht në dorë, ka dhe shumë projekte të tjera në Vlorë, Radhim, Palas, Dërmi. Ishte diçka që e kërkonin dhe klientët që kemi, që kanë blerë tashmë, po edhe klientë të rinjt, të cilët duhet të shpalosin të marrë informacione dur tek kjo zyrë. Ajo që ne ofrojmë është që u kemi afruar, kemi mbaruar totalisht të ndërtuarit dhe të dorëzuari kompleksin e parë Elite Resort që është në Radhim. Kemi mbaruar dhe dorëzuar Palm Resort që është përsëri në Radhim, jemi te Twini, jemi te Ringu, jemi te Altera në Vlorë, jemi te Jonianin Palas, jemi te Regina Palas prap në Palas. Pra, përveç se shumë strukturave residenciale dhe hoteliere që ne po ndërtojmë, ju kemi krijuar lehtësirat nga më të ndryshme qoftë edhe nga ana financiare. Jemi nga një nga kompanitë të cilët për ata që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë, që nuk kanë një hipotekë, siç e quajmë kolateral në gjuhën e bankave, ne si kompani u ofrojmë kolateralin, pra garancinë hipotekore. Një qytetar i Kosovës apo i Austrisë apo i Zvicrës apo i Italisë, qoftë ai shqiptar apo i huaj, nuk ka nevojë që të ketë hipotek apo kolateral për të lënë garancinë në bankat shqiptare, por ne kemi firmosur në bankën tonë, jemi ne garancia dhe hipoteka si kompani, derisa të përfundoj objekti, del certifikata dhe pastaj futet certifikata si garanci dhe dalim ne si garantor. Pra e vetëm një që ju duhet të gjithë atyre që zgjedhin Vlorën, Radhimën, Palasën, është të kenë një punë, të kenë të ardhurat mjaftueshme për të likuiduar kredin dhe të gjitha procedurat e tjera e bën banka që ne bashkëpunojmë. Gjatë inaugurimit, ambientet e Regina Construction u vizituan nga klient, miq dhe dashamirës, por edhe nga të interesuar dhe blerës potencial. Një pjesë e tyre, tashmë klient të kompanisë, shfaqën interes për ofertat më të reja, si në gjirin e Vlorës, në Orikum e Radhim, po ashtu edhe në Dërmi dhe Palas. Enea Bedini u prezantoi të pranishmëve në mënyrë të detajuar projektet, duke ofruar informacion mbi arkitekturën, projektimin, kantierët, afatet kohore, vendndodhjet si dhe mbi projektet madhore infrastrukturore në zonë, si nga qeveria shqiptare ashtu edhe nga investitor privat. Patëm mundësinë të flasim edhe me disa prej të pranishmëve për të parë mendimet e tyre, si mbi eksperiencat e mëparshme me Regina Construction, ashtu edhe për të kuptuar interesin dhe perceptimin e tyre mbi projektet e reja të prezantuara. Unë përshëndes shefin Sotni Vasilin, është një njeri korrekt, një punë kryes i shkëlqyshëm, një bashkëpunëtor shumë i mirë, çdo kërkesë që e kem pas faktikisht e ka realizuar me sukses, i dëshiroj atij dhe kompanisë time, gjithë familjen. Shëndet mas pari dhe suksese, së shembull edhe për Rivierën e Vlorës, edhe që udhëheq edhe turizmin. Vasili me familje ka një kohë që i ka jap kuptim turizmit modern në Vlorë, jo që s'ka pas, mirë po krejt jetën e tyre dhe familjare, me bashorte, me familje, ja ka përkushtu qytetit vetë lindjes Vlorës. Hapi sodomi hapjes të kësaj zyre, të kësaj oferte që është një ofertë, kisha me thonë bukur e mirë, është një hapi domosdoshëm i nevojshëm, mirë po edhe me shumë benefit për qytetarët e Kosovës, gjithandej të cilët mendoj se e ka një zgjidhje të mirë. Po sigurisht që është një ngjarje jashtëzakonisht e veçantë. Mbi gjitha është një rritur shumë e madhe e regjisë Prishtinë, do të jetë afër qytetarëve të Kosovës.
Gjithashtu janë mira shtetarë të Kosovës të cilët ndër vite tashmë përmes Sharp Travel janë klientë të Regina Group dhe falë këtij bashkëpunimi Regina po zgjerohet. Urojmë që jo vetëm zyre, po të fillojë edhe ndërtimin, po të na sjellë ndonjë hotel të mirë në Prishtinë apo në Brezovica apo në Provall, pse jo, që të japim kuptim bashkimit tonë kombëtar në aspektin turistik. Ne jemi në turizëm që një kohë gjatë bashkë dhe ky sukses është falë bashkëpunimit që ka bërë me Kosovë dhe ky bashkëpunim tash po jep frytet e veta, pra si rezultati i punës mirë dhe pritjes mirë, po zgjerohet Regina dhe tashmë Regina ka edhe klientët e vet, të cilët kanë blerë pronat e tyre në detin jonë përballë detit, kështu që është e jashtëzakonshme kjo arritur. Na kemi punë të Regina Palm, investimi është shumë i qëlluar dhe jemi shumë të lumtur. S'pari si kemi njoftu familjen Bedina dhe Vasilin personalisht, e pastaj edhe me apartamentin që kemi në radhim, jemi shumë të kënaqur dhe të lumtur edhe. Besim Nezaj, kam lindur në Kosovë, nga Skivjani Gjakovi, se jetoj në Vjenë. Vasilin kam luftu në 2023, do të thotë Regina Construction, edhe kam lejë një hymje, që është në përfundim e sipër tani të Twinsi, Regina Twins. Për ndryshe një punën e Reginës, një kam qenë edhe mysafir përpara në Regina Blue, kam banu me familje. Është kvaliteti i përgjithshëm i shërbimit, edhe në aspektin e turizmit, kështu hotelerisë, edhe tash në punën e konstrukteve që bëhen sa i përket hymjes tani që i thoni ju në Vlorë, Vanesës, jam shumë i kënaqur. Unë jam Florenti, jam nga Prishtina, kam marrë një objekt në Regina Group në Vlorë, jam shumë i kënaqur me punën, me angazhimin që është duke bërë dhe uroj suksese edhe për zyrën në Prishtinë, edhe për vazhdimsitë e biznesit. Pas inaugurimit të zyrës, pjesëmarrësit u ftuan në një pritje të veçantë në Swiss Diamond Hotel Prishtina, një strukturë elitare me 5 yje në qendër të Prishtinës. Në këtë pritje morën pjesë klient aktual, klient potencial, bashkëpunëtor, kolegë si dhe miqë e dashamirës të turizmit shqiptar. Atmosfera festive u shoqërua me muzikë të lehtë shqiptare, ndërsa her pas here u ndërthur me prezantime dhe fjalime të shkurtra. Klientëve dhe të interesuarve për të blerë apartamente apo vila, si dhe për të investuar në projektet e Regina Construction, do të shërbej një ekip i dedikuar prej 3 profesionistësh i drejtuar nga Azem Bujupi, gazetari i njohur dhe drejtuesi i radio-televizionit të Kosovës, i cili tashmë është angazhuar edhe në sektorin e pasurive të paluajtshme. Në këtë ekip bëjmë pjesë gjithashtu Suela Canolli, koordinatore, dhe Arsim Kollari, përgjegjës për marketingun. Zyra ndodhet në pedonalen kryesore të Prishtinës, në rrugën Qamil Hoxha pranë Filharmonisë së Kosovës.